Kjo është Londra, një qytet me 215.700 milionerë, 516 centimilionerë dhe 45 miliarderë. Një metropol jashtëzakonisht i pasur, një nga qendrat më të fuqishme financiare në planet. Por çfarë ndodh me pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar? Pamja atje është krejt tjetër. Realiteti jashtë Londrës është shumë më i zymt dhe kontrasti është aq i madh, sa duket sikur flasim për dy vende të ndryshme brenda të njëjtit shtet. Në fakt, qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar, dikur simboli i stabilitetit dhe mirëqenies, sot kanë më pak të ardhurat të disponueshme se sa 5 shtetet më të varfra të SBA-s dhe madje edhe më pak se mesatarja e vendeve të OECD-s. Kur Londra dhe rajoni juglindor hiqen nga llogaritjet ekonomike, produkti i brendshëm bruto për frymë i vendit bie me rreth 14%. Në disa zona të Blackpoolit, jegjatësia është më ulët se në Ruand, ndërsa qytete dhe qyteza që dikur ishin qendra industriale të lullzuara, sot renditen ndër më të varfrat në Europën perëndimore. Mbretëria e Bashkuar ka kaluar nga statusi i një superfuqie globale në një realitet ku prosperiteti është përjashtim, jo rregull. Si ndodhi kjo? Përgjigjja gjendet në historinë e dekadave të fundit dhe në mënyrën se si u ristrukturua ekonomia britanike. Kjo është historia e Mbretërisë së Bashkuar, një mbretëri e përçarë. Rënjet e këtij transformimi nisi në vitin 1979, kur Margaret Thatcher zgjidhet kryeministre me një mision të qartë, të kontrollojë inflacionin, i cili kishte dalë jashtë do kufiri. Në vitin 1970, 100 pound kishin një vlerë të saktuar blerëse, por deri në vitin 1979, e njëjta shumë vlente mbi 300 pound. Inflacioni kishte gërryer ekonominë dhe besimin e qytetarëve. Shkaqet ishin të shumta. Vitet 1970 u goditën nga dy kriza të mëdha të naftës, kur OPEC fillimisht dyfishoi dhe më pas trefishoi çmimet. Brenda një kohe shumë të shkurtër, gjithçka u bë më e shtrenjtë: karburanti, ushqimet, transporti dhe prodhimi. Në të njëjtën kohë, sindikatat e fuqishme ushtronin presion për rritje pagash për të kompensuar rritjen e çmimeve, duke krijuar një cikël të rrezikshëm ku çmimet dhe pagat ushqenin njëra tjetrën vazhdimisht. Situata u përkeqësua edhe më shumë nga politika monetare dhe fiskale të dobta, të cilat mbajtën shumë para në qarkullim. Nën këshillën e figurave si Geoffrey Howe, Keith Joseph dhe Alan Walters, Thatcher e shpalli inflacionin, armikun kryesor të shtetit. Strategjia e saj ishte drejt për drejt dhe ashpër. Së pari, u shtrëngua oferta monetare. Rritja e sterling më treshit u ul nga 12% në vit në vetëm 6% deri në vitin 1984. Së dyti, normat e interesit u rritën ndjeshëm, nga 12% në 14% në qershor të 1979-s, dhe më pas në 17% në nëntor, niveli më i lartë në historinë britanike. Huamarrja u bë e shtrenjtë, kredia u ngadalësua dhe inflacioni filloi të bjerë, por kostoja ishte jashtëzakonshme. Poundi i fortë e bëri eksportin britanik jo konkurrues, ndërsa normat e larta të interesit paralizuan bizneset vendase. Fabrikat nuk investonin dot, nuk zgjeroheshin dhe shumë prej tyre u mbyllën. Qytetet industriale u goditën rënd. Në të njëjtën kohë, qeveria uli ndjeshëm shpenzimet publike dhe në mes të recesionit rriti taksat. Papunësia shpërtheu, duke kaluar 2 milion të papunë, me rreth 100.000 persona të rinj që humnin punën çdo muaj. Politikat ishin aq të diskutueshme, saqë 364 ekonomistë nënshkruan një letër publike, duke quajtur ato pa bazë teorike. Nga një këndvështrim i ngushtë, politikat funksionuan. Inflacioni ra nga 13% në 5% brenda 4 vitesh, por dëmja afatgjat ishte shkatërrues. Industria britanike u tkur, pabarazia rajonale u thellua dhe shumë zona nuk u rikuperuan kurrë. Ndërkohë, Londra ndoqi një rrugë tjetër. Si ekonomie bazuar kryesisht në shërbime, ai u mbrojt nga goditjet që përjetuan rajonet industriale. Çrregullimi i Big Bang e shtroi qytetin në një magnet për kapitalin global. Bankat ndërkombëtare investuan qindra miliona pound, u krijuan mijëra milionerë të rinj dhe Londra u bë qendra financiare dominuese e botës. Në letër, Mbretëria e Bashkuar dukej më e pasur. Produkti i brendshëm bruto dhe të ardhurat për frym u rritën ndjeshëm, por pas statistikave fshihej një realitet tjetër.
Pabarazia u rrit më shpejt se pasuria. Koeficienti Gini u rrit nga 25 në 35, duke treguar se përfitimet e rritjes ekonomike nuk u shpërndan në mënyrë të barabartë. Për shumë britanikë jashtë Londrës, rritja ekonomike mbeti abstrakte. Ekonomia u zhvendos drejt shërbimeve, ndërsa prodhimi dhe punësimi industrial ranë ndjeshëm. Dhe kjo zhvendosje kishte pasoja të thella, sepse industritë prodhuese krijojnë jo vetëm vende pune direkte, por edhe shumë më tepër vende pune indirekte, duke mbështetur komunitete të tëra. Kur ato u zhdukën, bashkë me to, u zhduk edhe stabiliteti ekonomik i rajoneve të mëdha të vendit. Nëse analizojmë strukturën e vendeve të punës në sektor të ndryshëm të ekonomisë, dallimet bëhen menjëherë të qarta. Në sektorin bankar, për çdo 100 vende pune direkte, krijon rreth 200 vende pune indirekte, që do të thotë një raport 1:2. Kjo përfshin shërbime mbështetëse si IT, ligji, kontabiliteti, pasuritë e paluajtshme dhe shërbime të tjera ndihmëse. Megjithatë, kur e krahasojmë këtë me sektorin e prodhimit të hekurit, kontrasti është i madh. Aty, për çdo 100 vende pune direkte, krijohen mbi 900 vende pune indirekte, një raport 1:9. Kjo përfshin zinxhir të tërë furnizimi, transport, energji, mirëmbajtje, shërbime teknike dhe industri të ndërlidhura që mbështesin aktivitetin prodhues. Në fakt, edhe kur e shohim industrinë e shërbimeve financiare në tërësi, raporti mes vendeve të punës direkte dhe indirekte është rreth 1:3.6. Në pamje të parë, kjo mund të duket si një rezultat i mirë, por kur krahasohet me industri të tjera, si shërbimet publike, prodhimi i mallrave të qëndrueshme apo i mallrave jo të qëndrueshme, kjo rezulton dukshëm më ulët. Kjo tregon se ekonomitë e bazuara kryesisht në shërbime krijojnë më pak ndikim të gjerë ekonomik për çdo vend pune të ri. Kjo është një nga arsyet kryesore pse industritë e bazuara në shërbime mund të rrisin produktin e brendshëm bruto total, por njëkohësisht thellojnë pabarazinë. Të ardhurat dhe përfitimet përqendrohen në një grup relativisht të vogël individësh me paga të larta, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë përfiton shumë më pak. Por problemi nuk lidhet vetëm me numrin e vendeve të punës që krijohen. Ai lidhet drejt për drejt edhe me cilësinë e këtyre vendeve të punës, pagat dhe përfitimet që ato ofrojnë. Historikisht, vendet e punës në sektorin e prodhimit karakterizoheshin nga marrëveshje formale punësimi, paga relativisht të qëndrueshme dhe një paketë përfitimesh solide. Këto përfshinin plane pensioni, pushime të paguara, sigurime shëndetësore dhe leje mjekësore. Për shumë familje punëtore, këto vende pune ofronin jo vetëm të ardhura, por edhe siguri dhe stabilitet afatgjat. Në kontrast, alternativat që ofruan për shumicën e fuqisë punëtore me aftësi të ulta pas rënies së prodhimit nuk i kishin këto karakteristika. Shumë prej tyre përfunduan në punë të pasigurta, me kontrata të përkohshme, paga më të ulta dhe pothuajse pa përfitime. Si pasojë, studime të shumta tregojnë se zhvendosja nga prodhimi drejt shërbimeve çojnë në rritje të ndjeshme të pabarazisë. Dhe ky efekt nuk u shpërndan në mënyrë të barabartë në të gjithë vendin. Baza industriale e Mbretërisë së Bashkuar ka qenë gjithmonë thellësisht e përqendruar sipas rajoneve. Rajone të tëra në veri të Anglisë, në Skoci dhe në Wales mbështeteshin kryesisht në industri, që me kalimin e kohës u lanë pas dore ose u zhdukën plotësisht. Kështu, edhe pse në jug dhe veçanërisht në Londër mund të ketë rritje pagash dhe vende të reja pune, zonat që historikisht mbështeteshin në prodhim u boshatisën ekonomikisht dhe socialisht. Sot, asnjë rajon në Mbretërinë e Bashkuar në veri të Londrës nuk ka një produkt të brendshëm bruto për frymë më të lartë se mesatarja kombëtare. Kjo do thotë se çdo rajon jashtë Londrës dhe juglindjes është në terma ekonomik më i varfër se mesatarja e vendit. Ky është një realitet që vlen të ndalet dhe të reflektohet mbi të. Ndërkohë, ndërsa këto rajone dobësoheshin, një fenomen tjetër filloi të marrë formë, migrimi i brendshëm. Kur qytetet dhe rajonet bëhen më të varfra, njerëzit natyrshëm kërkojnë mundësi më të mira diku tjetër. Ky është një proces i njohur dhe i studiuar në mbar botën. Prandaj, shumë ekonomistë supozuan se rritja e Londrës do të shoqërohej me një valë të madh migrimi drejt saj nga pjesët e tjera të vendit. Por kjo nuk ndodhi. Edhe pse britanikët lëvizin midis rajoneve me një ritëm më të lartë se qytetarët e vendeve të tjera të G7-s, Londra është përjashtim. Në fakt, më shumë njerëz largohen nga Londra se sa zhvendosen drejt saj.
Qyteti ka një formë negative të lëvizshmërisë së brendshme, një fenomen i pazakont për një metropol kaq të pasur. Kjo duket paradoksale, sidomos kur merret parasysh se të ardhurat mesatare të familjeve në Londër janë rreth 14% më të larta se mesatarja e Mbretërisë së Bashkuar. Por ky avantazh zhduket pothuajse plotësisht kur llogariten kostot e jetesës. Pasi përfshihet strehimi, të ardhurat reale të familjeve në Londër janë vetëm rreth 1% më të larta se në pjesën tjetër të vendit. Për këto që nuk bën pjesë në çerekun më të lartë të fituesve, zhvendosja në Londër thjesht nuk ka kuptim ekonomik. Strehimi në Londër është pothuajse 2 herë më i shtrenjtë se mesatarja kombëtare, dhe në raport me atë që përfiton, ai është edhe më i shtrenjtë. Kjo ka çuar në një krizë të thellë strehimi dhe në një problem të madh të pastërësisë, i cili është unik në botën perëndimore. Në vitin 2025, mbi 13.000 persona u numëruan duke fjetur në rrugët e Londrës, një rritje ndjeshme krahasuar me vitet e mëparshme. Në total, rreth 2% e banorëve të qytetit konsiderohen të pastre, një shifër shumë herë më e lartë se në metropole të tjera të mëdha ndërkombëtare. Një nga shkaqet kryesore të kësaj situate ishte skema e drejta për të blerë, e prezantuar në vitin 1980, e cila privatizoi masivisht banesat sociale. Edhe pse në fillim u pasi një politikë pozitive, ajo përfitoi brezin aktual në kurrizë të brezave të ardhshëm, duke reduktuar ndjeshëm fondin e banesave të përballueshme dhe duke kontribuar drejt për drejt në krizën e sotme të strehimit. Disa mund ta konsiderojnë këtë një politikë të zgjuar dhe pragmatike, por në realitet ajo është thellësisht dritë shkurtër dhe problematike në plan afatgjat. Është e vërtetë që individ të pasur nga jashtë sillin para në vend dhe i shpenzojnë ato lokalisht, duke kontribuar në konsum dhe në disa sektorë shërbimesh. Megjithatë, kjo vjen me një kosto të madhe të fshehur. Ata konkurrojnë drejt për drejt me popullsinë vendase për burimet të kufizuara, veçanërisht për strehimin. Nëse bëhet fjalë për një numër të vogël njerëzish, ndikimi është i papërfillshëm. Por kur flasim për rreth 83.000 individ me pasuri të lartë, atëherë problemi bëhet serioz dhe sistematik. Shumë vende në botë e pëlqen idenë që njerëz të pasur të shpenzojnë paratë e tyre brenda kufive të tyre kombëtar. Kjo shihet si një injektim kapitali dhe një rritje aktivitetit ekonomik. Por historia tregon se kjo qasje pothuajse gjithmonë çon në çrregullime të tregut të banesave. Qytete si Sydney, Melbourne, Vancouveri dhe shumë të tjerë kanë rënë në të njëjtin kurth, duke parë çmimet të strehimit që rriten përtej çdo përballueshmërie për banorët vendas. Problemi thellohet edhe më shumë kur analizohet mënyra se si këta individ kontribuojnë në ekonomi. Ndryshe nga popullsia vendase, ata nuk punojnë në sektor thelbësor, nuk kujdesen për të sëmurë dhe të moshuarit, nuk ndërtojnë bizneset të reja lokale dhe nuk krijojnë vende pune për komunitetin. Shumica nuk punojnë fare. Ata blejnë shtëpi luksoze, makina të shtrenjta, konsumojnë shërbime premium dhe jetojnë në një ekonomi paralele. Po, kontribuojnë në një nivel maksimal përmes shpenzimeve, por ndikimi i tyre real është më shumë statistikor se sa strukturor. Në thelb, ata shërbejnë për të zbukuruar shifrat ekonomike, ndërsa koste reale bien mbi shpatullat e njerëzve vendas. Megjithatë, strehimi është vetëm një pjesë e problemit. Çështja më e thellë dhe më strukturore është mënyra se si Britania ka zgjedhur të shpërndajë investimet publike për dekada me radhë. Përgjigjja ka qenë pothuajse gjithmonë e njëjtë: Londra. Kur shumica e njerëzve vizitojnë Londrën, ankohen për metron, vonesat dhe infrastrukturën e lodhur, por kjo thjesht tregon se ata nuk kanë parë pjesët e tjera të vendit, ku infrastruktura është edhe më e varfër dhe shpesh në gjendje kritike. Nëse shikojmë investimet në transport në Mbretërinë e Bashkuar, pabarazia është e qartë. Londra përfiton gati 1.200 pound për person. Krahasuar me këtë, Verilindia merr rreth vetëm 430 pound për person, ndërsa East Midlands rreth 350 pound. Edhe Juglindja, rajoni më i afërt me Londrën, mezi arrin gjysmën e nivelit të investimit që merr kryeqyteti. Kjo tregon një prioritet të qartë dhe të vazhdueshëm. Për ta vënë këtë në perspektivë, nëse rajonet veriore do të ishin financuar me të njëjtin nivel për person si Londra, ata do të kishin përfituar rreth 140 miliard pound investime shtesë. Kjo shumë është e barabartë me ndërtimin e 7 linjave Elizabeth, një projekt simbol i investimit masiv në Londër. Situata bëhet edhe më shqetësuese
kur Mbretëria e Bashkuar krahasohet me vende të tjera të zhvilluara. Sipas të dhënave të OECD-s, Britania investoi vetëm rreth 0.3% të produktit të brendshëm bruto në vit në rrugë gjatë periudhës 1995-2020. Italia investoi rreth 0.4%, Gjermania dhe SBA-ja rreth 0.5%, ndërsa Franca mbi 0.6%. Ky nën investim kronik ka pasoja të rënda. Tragjedia është se infrastruktura e dobët i bën qytetet britanike jashtë Londrës shumë më pak produktive. Lidhjet e dobta rrugore dhe hekurudhore kufizojnë lëvizjen e njerëzve, zvoglojnë tregun e punës dhe pengojnë krijimin e lidhjeve ekonomike. Si pasojë, rritja ekonomike mbetet e kufizuar. Një tregues veçanërisht domethënës është fakti se Mbretëria e Bashkuar është pothuajse i vetmi vend në Europën perëndimore ku madhësia e qytetit nuk lidhet fort me produktivitetin ekonomik, dhe infrastruktura e dobët është nga shkaqet kryesore. Dhe problemi nuk ndalet vetëm te transporti. E njëjta neglizhencë shfaqet edhe në fushën e kërkimit dhe zhvillimit. Shpenzimet për kërkim dhe zhvillim janë të përqendruara në zona tashmë të pasura dhe produktive, kryesisht në Londër. Në vitin 2016, qeveria shpenzoi vetëm 21 pound për person për kërkim dhe zhvillim në veriun e Anglisë dhe 14 pound në Midlands, ndërsa në Londër kjo shifër arriti në 60 pound për person. Kjo krijon një cikël vetëpërforcues. Më shumë kërkim dhe zhvillim sjell rritje më të shpejtë të kompanive londineze, gjë që tërheq më shumë kapital privat, i cili nga ana tjetër financon edhe më shumë kërkim dhe zhvillim. Ndryshe nga Gjermania, ku rajonet më të varfra marrin më shumë mbështetje publike për të balancuar zhvillimin, Mbretëria e Bashkuar bën të kundërtën. Zonat që kanë më shumë nevojë për mbështetje lihen me thërrime, duke thelluar pabarazinë në vend që ta korrigjojnë atë. Rezultati është i qartë. Mbretëria e Bashkuar është bërë hija e vetvetes së dikurshme. Ajo që dikur ishte një vend i bekat dhe i balancuar, është ndëruar në një shtet ku prosperiteti përqendrohet pothuajse tërësisht në një qytet të vetëm. Premtimi për riorganizim dhe shpërndarje të mundësive ka mbetur i paralizuar. Sot, Londra lulëzon përgjatë Thamesit, ndërsa pjesa tjetër e vendit përballet me një të ardhme gjithnjë e më të ngushtë dhe të pasigurt. Faleminderit që ndoqët këtë video. Abononi në kanalin ton për më shumë përmbajtje të tilla.